problem, sepse në Kosovë politika është bërë mjetë manipulimi. Dëmonë është populizm klasik ku kini dhe ju. Jo, ajo që ne kemi thonë 2015, që 2 emrat përveçëm që kanë udhëheq me këtë subjekt, Veselinović ka qenë kryetar, Radojčić ka qenë nën kryetar, ne kemi thonë, për shkak donave tona... Jo, Veselinović ka qenë asnjëherë kryetar. Jablanović ka qenë kryetar. Jablanović ka qenë kryetar i Leposavicit dhe minister i delegum. Ka qenë lideri i listës sërbe. Zoti Sadiku mere u lëmtojeshë. Veselinović ka qenë kryetar i listës sërbe, zoti Radojčić ka qenë kryetar. Për shkak backgroundit kriminal, për shkak backgroundit të krimit organizuar, korrupsionit dhe problemeve tjera, ne kemi nalën bashkëpunimin edhe që për asaj kohës nuk është rehabilitu kjo lloj raporti. Të tjerët më vonë e kanë zhvillu kënë ndryshe siç kanë dashur. Na nuk kena probleme atë raport. Sepse ne pakicat në Kosovë kemi pas gjithmonë si pjesë të shoqënisë tonë. Po pikërisht. A dini që përveç kësajna, sepse unë e di Serbia krejt mundet me fal, po Kosovës nuk ka fal veç LDK-n, edhe UÇK-n. Se këto dyja, në periudat caktuar kohore, e kanë demontu, e kanë përjashtu, edhe kanë largu për këtij veni. Serbinë si shtet. Me politikë, me mençuri, deri në kryengritje. Kryengritja politike ka shku në kryengritje të armatosën. Dhe a din kush na ka thonë neve para 2 javësh Parti Shoviniste? Kush? Kryetari i lëvizjes e partisë politike egjiptiane, edhe kryetari e një partie politike bosnjake që SDA-ja... Emilia Rexhepi dhe... SDA-ja edhe LDK-ja ka bashkëpunim që 35 vjetë. Pa ta flasin me gjuhën e Albin Kurtit, do më ju ka honë Albini, jo ata dytë. Une zoti Matoshi... Zoti Matoshi... Ku kam dola ta pej logostit politik të Albinit me të vëllë diqka? Zoti Matoshi... Tuje, nëse dit. Zoti Matoshi, ty edhe mu si rezistus edhe kryengritës politik, qaj shtet nuk në ka thonë veç shovinist edhe irredentist, në ka qujtë edhe terrorist. Apo jo? Po më akuzën e fundit. A këna pagu, jo me akt akuz, po me hetime edhe me probleme shumë serioze që s'këna folë kur. Edhe kolektivisht këtë popull e ka pagu. Me thonë, mas 35 vjetë bashkëpunimi, LDK-ja ka bashkëpunu me Izet Begoviqin e ndjerë, sekretari SDA-s. Me dalë kryetarja e asaj partije, mas 35 vjetëve, me thonë para Kuvendit Republikës, që LDK-ja ka qëndrim shovinist, e me dalë partia e Xhevdet Nezirit, i cili ka qenë kryetar në ndege i LDK-s në qytetin e Pejës, në kohën e rezistencës politike, para luftës, nuk o bim. A i ka qenë i pozicionu me ne, nuk është dallu ka punu, me dalë deputeti i partisë ti, me thonë LDK-ja konë shoviniste, tash ka met, veç me dalë dhe lista sërbe me në thonë neve na terroriste ose irredentiste, se separatiste jemi, na konë separatista. Na këna do Republikën e Kosovës. Secesionista. Po e këna do. E kemi ndo, natyrisht e këna posa qëllim. Po shovinist në ndarje nuk kemi qenë. Nuk kemi qenë shovinist. Okej, se kemi do i adresoj edhe pyetjet Haziri, vetëm pak. Edhe këto tani, unë ka proces me qëllim ku ka shku, ku ka degeneru. Haziri. Bashkëpunimi që përdo zoti Rama, hajde bashkëpunojmë, në në tjetër shkruj komunikata, letra e jëpju njerëzve deputetëve me dalë para Kuvendit, me bo kvalifikime, me terma që nuk në përdojnë në Kosovë që 25 vjetë, që kena përdojnë për na? Okej, Haziri... Kush po thot që sërte jënë preashtu? Vetëm pak ti adresojmë... Ti qytetarëve për mes saj. Vetëm pak ti adresojmë disa çështja që ti involvojmë edhe shikuesit. Unë kam pyetjen për procesin e ri që nis nesër. Procesi e ri që nis nesër është zgjedhjet lokale nesër, presidenti ka ftuar liderët e subjekte politike sipas deklarimit dhe konfirmimit zyrtar të zotit Bekim Kupina, këshilltarit për media të presidentës, dhe në bazë kompetencave kushtetuese. Pa kuvend ti po shkon zgjedhje lokale. Po tani çka ti bëja ti anulloj? Presidentja Lutfia Halili e kushtimi këtë duhet më mua me deblokim të vendit. Ti shtetin e kin blokad. Po ti anulloj zgjedhjet a çka? Po jo ti anullojmë zgjedhjet, po ti s'ki kuvend po flet për zgjedhje lokale. Prandaj kjo është me rëndësi. Kjo është me rëndësi. Thot në bazë kompetencave kushtetuese, presidenti Osmani ka ftuar subjektet politike në takim të mërkur me 4 qershor 2025 për konsultime për caktimin e datës së zgjedhjeve lokale. Menjëherë pas konsultimeve, presidenti do të caktojë datën e zgjedhjeve. Kur mund të jenë zgjedhjet lokale? Edhe mund të ketë zgjedhje dyfishta
Me që s'po gjeni zgjidhje, s'po gjeni formull. Në cëllën datë jemi sonde? Sonte jemi në datë për të shojë, 3. Presidenti ka